Pra o zotëve me fjalë tjera, el hafidh është ai që e ruan kokën e vet nga haramet dhe çdo gjë që është brenda kokës ose në kokë. Është ai që e ruan barkun edhe çdo gjë që ndërlidhet me barkun, siç është në hadith. Domthonjë njeriu që turprohet prej Allahut me turp të vërtet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabive, istahyu min Allah haqq al-haya. Turprohuni prej Allahut me turp të vërtet. Ka thënë dërgumi i Allahut na i turprohemi prej Allahut, elhamdulillah. Ka thënë jo, ka thënë më turpru prej Allahut vërtet është me rujt kokën, edhe çdo gjë që është në kokë. Me rujt barkun edhe çdo gjë që është ndërlidhet me barkun. Edhe me përkujtu vdekjen thot, pejgamberi edhe momentin kur njëtë më në kalbet në vorrin e vet. Thot kush i ruan këto thot pejgamberi faqad istahya min Allahi haqq al-haya. Që është njeriu që është turpru prej Allahut ashtu siç duhet. Pra ose pra el-hafidh është njeriu, kjo cilësi e banorëve xhetit është ai që e ruan dëgjimin e vet nga haramet. E ruan shikimin e vet nga haramet. E ruan gjuhën e vet nga haramet. E ruan barkun e vet nga haramet. Çfarë do thotë kjo? Nuk fut në barkun e vet, nuk ushqet vet, as nuk e ushqen familjen e vet me haram. Edhe e ruan organin intim nga haramet. Pa më parasysh domosdoshmë çfarë harame janë ato.